Investimi në aksin Shirok Zogaj po ndryshon ndjeshëm realitetin e një prej zone potenciali më të madh turistik në territorin e Bashkisë Shkodër. Banorët dhe përfaqësues të biznesit të zonës vlerësojnë pozitivisht ndërhyrjen duke evidentuar përmirësimin e aksesit dhe ndikimin që investimi po sjell në lëvizjen e vizitorëve dhe aktivitetin ekonomik për vite me radhë gjendja amortizuar e rrugës dhe vështirësitë në qarkullim, ku në sërinë caktuara 2 automjete me këmbeshin kanë kufizuar shfrytëzimin e potencialit të jashtëzakonshëm të vijës liçënore Shirok Zogaj. Kjo rrugë shumë e bukur, kjo rrugë shumë e mirë. Këto s'ke pas ku mundur me 2 makina, këtu veç pleh zhomile fara. Ky vend për mendimin tim ka dalë në drejt. Veç zhvillim, veç punë, veç panoram ka dalë ky vend. Jam shumë i kënaqur, nuk kam asnjë zonë negative për këtë projekt që është zhvilluar. Vitet e kaluara ishte harres, pa bëjmë sot, pa bëjmë nesër, më në fund arriti Benedeci apo. Kryeministrit që ka me atukët, jam shumë i kënaqur. Ku ka rrugë, ka zhvillim. Ky është premtim që ne na ka projekt direkt edhe impakti është direkt. Kur të vendoset edhe ndriçimi sinjalistika edhe rrugat futet në funksion plot, mendoj që ka për të kënë diçka krejt ndryshe dhe shumë pozitive për zonën. Natyra dhe Zoti e ka beku këtë vend, por ky ishte degradu, me të vërtetë ishte degradu. Rruga ishte një gjendje të mjerueshme, linja elektrike një gjendje e mjerueshme, gjithçka ishte një gjë që ishte krenari, me thonë kam një biznes në Zogaj ose jetoj në Zogaj, por ishte shumë e vështirë për me josh njerëzit edhe me i bë që me ardhë me vizitu këtë mrekulli, se kur vishin edhe shikoshin rrugën për herë të parë atëherë thoshin na vjen keq. Ishte një mrekulli, një përvojë shumë e bukur, por rruga ishte e tmerrshme edhe doshë po doshë ishim penalizuar. Shpresoj që ka për të kanë diçka krejt ndryshe. Na si kena ndërtuar një green business, jena diçka shumë, jo diçka, por shumë më të kënaqur në këtë vit sezonal. Pra mendoj se do të ketë edhe shtumje, edhe prurje më të mëdha për efekt rrugës, për efekt ndriçimit që pritet më u përfunu se drejt vizat janë ba, ndriçimi po bahet, parmakt janë vu, rruga është tru, mendoj se ka një akses shumë të mirë edhe një arsye shumë të fortë për më ardhur me vizitu fshatin Zogaj. Ashtë kënë shumë i harrum, ndërkohë si sot kena mundësi me ndru 2 makina, një zjarr fikse, si dikur s'kena pas mundësi me ndru 2 bicikleta. Sot ndrohen 2 makina, ndrohet me fjalë ka shumë fitim prurje, si ta thëmë në sensin e saj, na si kena ndërtuar po thëmë për përsëris një biznes. Me realizimin e investimit, aksi po merr një tjetër standard duke krijuar kushte më të mira për banorët, vizitorët dhe bizneset që operojnë përgjatë tij. Sinjalet e para që vijnë nga zonë pozitive me më shumë lëvizje dhe vizitor, ndërsa bizneset shohin mundësi të reja për zhvillimin e aktivitetet e tyre. Përmirësimi i aksit Shirok Zogaj nuk përfaqëson vetëm një investim në infrastrukturë, por një ndërhyrje që synon të krijojë një perspektivë të re për zhvillimin turistik dhe ekonomik të gjithë zonës së liçenit të Shkodrës.